Egoja ka problem se joshet nga thirrjet që kanë të bëjnë me kënaqësi të përkohshme. Do të thotë, nefsi ka problem se i bën përshtypje gjithçka që është e këndshme, e ëmbël në aspektin formal. Nuk ka aftësi nefsi me shiku në pasoja. Dhe këto është betejë jonë me te. Me mësu me shiku në pasoja. Kjo është esenca. Me mësu dhe me kuptu se cytit e shejtanit janë thirrje armiqësore. Andaj, frenimi i tij është betejë me te. Ta mbajmë të frenuar. E se ka njerë që në pa mundësi me kuptu natyrën e kësaj beteje dhe rrezikun që vjen nga egoja, i alirojnë frejt këtij nefsi, kësaj egoje, pastaj ja bëhet e dëmshme dhe armiqësore për njeriu. Prandaj Allahu xhallahu ala kur flet për banorët e xhenetit, përmend se një nga arsyet kryesore që i ka bërë të fitojnë betejën dhe të fitojnë luftën e madhe për xhenet është wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa. Kështu Allahu xhallahu ala tha. Ai që përgatitet dhe ka frikë për ditën kur del për Allahu xhallahu ala, do përgatitet për llogaridhje. Wa naha an-nafsa 'anil hawa, dhe ndal vetën nga pasimi i jepshit, vendbanimi i tij është xheneti. Andaj betejë është me nal dikon, me frenu dikon, me stopu dikon, me duku dikon, është betejë. Në këtë kontekst Allah e përmend si armik.